Vedat Muriqi ka tërhequr vëmendje të madhe në rrjetet sociale pas një detaji të posaçërt në veshjen e tij sportive. Sulmuesi i Kosovës është fotografuar me një tutë Nike identike me atë që mbante presidenti i Venezuelës Nicolás Maduro gjatë arrestimit të tij. Tutat gri me detaje të zeza është bërë menjëherë virale pasi fotot e Muriqit u shpërndan nga fancat dhe mediat sportive. E njëjta tutë përdoret nga klubi i La Ligës Mallorca, ku versioni zyrtar ka vetëm stemën e klubit të qëndisur në gjoks. Kompleti është bërë nga materiale të ricikluara dhe shitet veçmas. Pjesa e sipërme kushton 99.99 euro, ndërsa pjesa e poshtme 55.99 euro, duke e bërë totalin 155.98 euro për komplet. Pas publikimit të fotove, tutat u shitën të gjitha në faqen zyrtare të Nike brenda vetëm pak orësh, duke treguar ndikimin e papar që ka pasur arrestimi i ish-presidentit të Venezuelës. Rrjetet sociale u përmbushën me shaka dhe komente për ngjashmërinë midis sulmuesit dhe presidentit venezuelian, ndërsa fansat e futbollit dhe të modës diskutuan gjerësisht për stilin dhe viralitetin e tij.